Jemi rikthyer, ka ngaluar 17 minuta gati nga orari zyrtar I nisjes foltore, si çdo të hënë, demokratët mblidhen në sheshin përpara kryeministrisë për të dhënë mesazhe për denoncuar sipas tyre skandalet e qeverisë Rama. Lidhe me Ardit Hoxhën për të kuptuar se çfarë po ndodh në momentin që flasim. Ardit, mirëmbrëma, përshëndes foltorja e radhës e Partisë Demokratike, tutem më thuaj diçka për sa I përket pjesëmarrjes apo detajet të tjera të kësaj foltorje, e cila në fakt mblidhet një ditë përpara protestës kombëtare. Po, dhe në fakt përkon kjo nisje këtij komunikimi së bashku me mbërritjen e zotit Berisha, I cili sapo është duke u drejtuar në këto momente protestuesve të tjerë të grumbulluar përballë kryeministrisë për këtë foltore të radhës, e cila, ashtu sikurse e theksove edhe ti, është një foltore që grumbullohet, që ndodh vetëm një ditë përpara protestës së tretë kombëtare që Partia Demokratike bashkë me aleatët e saj kanë thirrur përballë kryeministrisë në kuadër të aksionit të nisur tashmë që prej muajit nëntor të vitit të shkuar me kërkesat e njëjta. Në fakt, për dorëheqjen e zëvendës kryeministres Balluku dhe kryeministrit Rama dhe përgatitjen e vendit për të kaluar në një qeveri teknike që më pas mund të garantonte dhe zhvillimin e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme, gjithmonë sipas pretendimeve dhe deklaratave të Partisë Demokratike zotit Berisha përgjatë këtyre ditëve. Në daljen e sotme, në fakt, zoti Berisha që në konferencën që zhvilloi në Selin Blu ishte me tone deri diku më të ngritura kur foli për një revolt e cila sipas tij do duhet të jetë paqësore, por e vetmja mënyrë sipas zotit Berisha për t'ju kundërpërgjigjur dhe për të rezistuar ndaj atij represioni që maxhoranca po përgatit ndaj shtetit të së drejtës, ndaj institucioneve të drejtësisë, do të ishte pikërisht pra një revolt, një kryengritje e të gjithë qytetarëve për të dalë në shesh dhe për të protestuar dhe për të mbështetur opozitën së pari dhe së dyti për t'i dhënë një mesazh qeverisë se nuk mundet dot të vijohet me të njëjtin ritëm, me të njëjtën qasje, kur nga një ana tjetër aferat korruptive dhe akuzat mbi personazhe të caktuara të opozitës sa vinë dhe rëndojnë. Aktualisht, sikurse mund të ndiqet, ndoshta edhe në anën tjetër është duke folur në nisje të kësaj foltore zëdhënësja e Partisë Demokratike zonja Floriana Garo, do të ketë disa folës të tjerë duke pasur një miks mes personazheve apolitike të rinj të reja të Forumit Rinor të Partisë Demokratike apo dhe qytetarë nga shtresat ndryshme dhe me zotin Berisha që sërish do të jetë folësi I fundit që do të përmbyll të foltore që në fakt ndodh vetëm pak orë nëse mund ta llogarisim rreth 24 orë përpara se të në këtë bulevard, në këtë vend ku ndodhen në këtë momente ditën e nesërme të grumbullohen shumë qytetarë nga ka sot, ndoshta mira nga Tirana, por edhe nga qytete të ndryshme të vendit për t'u bashkangjitur kësaj proteste të tretë, e cila ka pasur zora të ndryshme se si mund të jetë, ndoshta një format deri diku më agresiv apo deri diku edhe më e dhunshme, por mbetet për t'u parë nëse do të ketë eskalime ashtu sikurse pam protestën e fundit apo do të mjaftohen këto përplasje, këto tensione me ato që ne kemi parë në protestën e parë të datës 22 dhjetor. Gjithsesi janë skenare të gjitha të hapura, pasi edhe nga zyrtarët e Partisë Demokratike të pyetur qoftë në intervista të ndryshme televizive, por edhe off record gjatë bisedave të ndryshme që unë kam patur mundësinë të zhvilloj gjatë këtyre ditëve, nuk kanë dhënë shumë detaje dhe janë treguar shumë të rezervuar për atë se si e kanë ideuar apo planifikuar këtë protestë të tretë kombëtare. Po Ilir. Po, qartë. Siç e the Ardit, pavarësisht se ka pasur deklarata të ndryshme, përfshirë këtu edhe zotin Berisha, I cili tha më është sugjeruar nga qytetarët që të kemi ngujim përpara kryeministrisë, megjithëse na ndajnë vetëm fare pak orë, ende le themi nuk ka një qëndrim për atë që pritet të ndodh në protestën e ditës nesërme. Po, përsa I përket organizimit, çfarë mund themi, Ardit?